Në vitin 2015, Rama e kishte pozitat të vështira me administratën e Obamës për shkak të dështimit të iniciativës për armët kimike në Shqipëri dhe kërkonte që të riparonte marrëdhëniet. Ramën e këshilluan dhe i thanë që presidenti Obama do t'i japë një zgjidhje përfundimtare sepse ishte duke negociuar marrëveshjen me armët bërthamore me Iranin. Marrëveshje që u arrit në korrikun e vitit 2015. Madje së fundmi, nuk e di nëse i keni ndjekur, por kjo është temë tjetër dhe mund ta cekim, ka ndalë evidenca që u sakrifikua në një farë mënyrë Kosova dhe gjykata e Hagës. Është vërtet. Dhe ndërsa me Kosovën ndodhi ajo që ndodhi, sepse ishte Rusia që i kërkoi në këmbim edhe të gjërave tjera, por ishte kjo e gjykatës speciale në Kosovë. Qeveria shqiptare ju vetë ofrua, të mos gabojnë mars, ka qenë marsi 2015, ju vetë ofrua administratës president Obama dhe tha i marrë gjithu. Ishte një krizë që administrata donte ta zgjidhte. Në atë kohë Rama i bëri një nder të madh. Ky nder ju shpërblye me një vizitë në shtëpinë e Bardh, që ose u kujtohet atëherë me ministrin e jashtëm dhe ministrin e brendshëm. Shqipëria nuk mori gjë në këmbim, sepse pazari nuk ishte të merrje në këmbim. Pazari ishte që Rama të rivendoste marrëdhëniet individuale dhe ky është problemi që ne kemi pasur gjithmonë me partnerët ndërkombëtar, që çdo marrëveshje që ka bërë Shqipëria nuk është bërë në të mirë Shqipërisë, por është bërë për ta mbajtur Ramën në pushtet. Do u zhvendosën këtu. Ata u zhvendosën këtu në një farë mënyrë si azil. Me një çoshë nuk i prishnin punë askujt, ndiqnin jetën e vet. Kjo ishte marrëveshje. Kur erdhi në 2016 administrata e presidentit Trump, ai ndryshoi 180 gradë raportin me Iranin. Prishi marrëveshjen e armëve bërthamore, vendosi sanksionet dhe filloi flitej për ndryshim regjimi. Në atë kohë këta u bën relevant, sepse ishin opozita. Ka qenë një periudhë kohë gjatë administratës së presidentit Trump që Shqipëria ka qenë kthyer, ose kampi në Mans ka qenë kthyer në vend pelegrinazhi për kongresmen, senator dhe zyrtarët amerikanë. Ishte zëvendës presidenti, ish zëvendës presidenti, ish sekretari i shtetit, shumë të tjerë të pranishëm. Deri ku erdhi administrata tjetër. Administrata Biden prap e ndryshoi qasjen, u rikthye tek qasja e administratës më përpashme. Këta prap kaluan në dorë të dytë, u kthyer në irrelevant dhe u ndalua çdo lloj aktiviteti. Nëse ju kujtohet, operacioni i famshëm i forcave speciale para 3 ose 4 vjetësh ishte pikërisht për këtë, për të ndaluar aktivitetin e këtyre. Në atë kohë, në 2019 dhe në maj të vitit 2019, Kongresi Amerikan ka miraturë një rezolutë bipartizane ku i kërkonte qeverisë e Bashkuar të Amerikës, t'i kërkojë qeverisë Shqipërisë mbylljen e ambasadës së Iranit në Shqipëri. Rama nuk e bëri. E shtyu, derisa u përdor argumenti në 2021-shin, pra rezoluta është e 2019-s, derisa u përdor argumenti në 2021 apo në 2022-shin e sulmeve kibernetike. Kjo është strategjike nga në? Nuk ka asnjë provë që ato sulme kibernetike të ketë bërë Irani. Domethënë, qeveria shqiptare nuk ka qenë transparente, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, por qeveria shqiptare nuk ka bërë transparencë për treguar se si është Irani pas kësaj. Sepse, të paktën me sa përket mua, në bisedat edhe komunikimet që kam pas me ekspertët të teknologjisë së informacionit, ata dyshojnë ose janë me 99% të bindur që sulmet që janë bërë, sulmet kibernetike që janë bërë tek Akshi, por edhe tek sistemet e tjera, janë sulmet të bëra nga grupi mafioz që është i përfshirë në dosjen e Akshit.